I ri në mosh, por me disa pasione, e filloi me studime në fushën e mjekësisë për të vazhduar si laborant të biokimisë e pastaj në fakultet për inspektor sanitar. E donte prej ri make-up, por dhe muzikën e pati në qejf. Najse, se përmendëm shumë profesione në këtë fjali, por këto dhe shumë epitete me të drejtim meriton Emanueli. I ftuar në Zoom ai tregon më tepër detaje rreth angazhimeve të tij. Gjithmonë jam marrë me pjesën e artit, si fëmijë, si kështu jam marrë me vizatim, pak me këndim. Jam kon të eksperimentua alon atë kuën e eksperimenteve, derisa nga rrjedhoja e një familje ku motrën mjekë, motrën tjetër farmaciste, e kupton këtu rrjedh në atë rrugën për shembull që është, kom thonë, okej, edhe mjekësia është kon diçka që realisht e kom dash shumë edhe e kom kry. Unë kom studiu masanena për 3 vite për laborant biokimisë, shkollën e mesme profesionale, edhe masanena e kom marrë drejtimin fakultet për inspektor sanitar, do me thonë profesionist i shëndetësisë, në departament shëndetit publik. Gjatë që nuk e besoj që kom e punun të ardhmen, po gjatë fakultetit fillova mu kyç, faktikisht ka pas kohë që jam marrë me make-up, është diçka që e kom perfekcionu, e kom rregullu vetë, nuk është diçka që e kom kry në kurs ose diçka kështu ma gjerësisht. Po ndalemi aktualisht tek profesioni që ushtron dhe është grimi. A ka pasur Mehmeti paragjykimin për këtë fushë që zgjodhi dhe si është munduar t'i bindë të tjerët që dhe meshkuj din të bëjnë një make-up të shkëlqyer? Të rrjedh pak prej një vendit vogël, prej një vendit pak paragjykues, pse më marrë ky, pse më asi, gjo që mus ma ka një absolutisht. Por që, kur njeri ka ëndra qëllime, mas çdo vështirësie, besëm se në fillimet e tonë gjykojnë, po kur e shohin që po arrit, jemi është, apo krenohen të tonë masanena. Kom thonë, pa marrë parasysh qa ndodh, tek ndodh, qa bëhet, nuk jo mundu heq, unë e kom vazhdu punën temë, jo mundu me mri sukses, jo mundu me bo punë të mirë, jo mundu që çdo gjë me bon perfekcion, si jam pak edhe tip i prirën për sene piki kështu, mi pas në vend vetin, por realisht nuk jo mundu. Nuk është që i kom pas fort kështu afër zemrës. Këtë artist i karakterizon stili thjesht dhe natyral. Me pak fjalë, grimi le që të nxjerrë në pa vijat e bukura të fytyrës. Deri këtu e sollëm muhabetin, e në fillim ju treguam që Emanueli deshti dhe muzikën. Ai ishte pjesëmarrës në edicionin e fundit të Këngës Magjike. Realisht i erdhi dita që thash du me e bë. Nashta atëherë nuk kom pas mundësi, po çfarë du me realizu si gjanë jetën teme. Edhe e bona, Algerti është kon, i nisi, jena kon të nejtë të bolaf në kafe kështu edhe pse s'po merë pjesë. Aty thash okej, thash, pse jo t'ina punës, mas shumë tentativa për me kriju diçka, gjatë që e kom lodhë dhe Kejdin me një 5-6 kongë derisa kena rënë gjata që duhet, po që dul nice, është një kongë që realisht e ndjej shumë, është kongë shumë e bukur, është kongë stil ma shumë amerikan. Por, a do të vazhdoj ai të merret me prodhimin e këngëve të reja? Po patjetër. Për sa kohë kam mundësi, e unë këto po e bëj për qef. Edhe pse jo, po mendoj që brenda një viti e gjys, nështë me arë me një IP, me një 4-5 kongë, për qefin ta. A i konsideron se muzika live është një prej pikave më të forta të këngëtarit, por kush për të është një prej zërave më të mirë në shqiptari? Po e cek i një që gjithmonë e kom cek, ndër zonat më të bukur e ma që mu i me thonë shqiptar, kosovar, e rrethërodhë është i Nis Neziri, që me të vërtet është një vokal i frikshëm i bukur. Edhe
kënon. I duhet veç një mikrofon atij personi edhe ajo të kënon, ajo e jep maksimumin edhe. Pas një bashkëpunim si. Me muzikë nuk e besoj, po i kena do bashkëpunime me drejtimin tjetër temin me i nisi. Për fund, a i ka uruar të gjithë për festat e fund vitit, duke shpresuar që viti që po vjen do t'jetë akoma më i mirë se ky, që edhe pak ditë do ta lëm pas.